Bën 3 muaj prej kur verdikti qytetarëve të vendit tonë është duke u dhunuar nga qasja imponuese e lëvizjes vetëvendosje, e cila erdhi dhe sot për të 13 herë këtu në Kuvendin e Kosovës dhe pamundsoi konstituimin e Kuvendit Republikës. Vërtet është vështirë që të gjindem fjalë për ta shpjeguar këtë situatë që është bërë tragikomike, por unë edhe një herë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh vullnetin tonë të konfirmuar sa herë për insistimin që të dalim nga blokada cilën na ka sjell partia e parë dhe të zgjedhim kryesinë e Kuvendit duke përfshirë kryetarin e Kuvendit përmes propozimit të një kandidati apo kandidateje që vërtet e merr shumicën e votave, sepse zonja Haxhiu tashmë 13 herë po dihet që as nuk i ka e as nuk do t'i ketë votat për kryetarin e Kuvendit. Më vjen keq për qytetarët e vendit tonë që verdikti i tyre i shprehur me votë lirë para 3 muajsh e që nëse thjeshtëzojmë e përkthejmë i bie që i ka thënë